Zeta në këtë të enjte në radio televizionin Ora, sigurisht me mua Diana Shabani në D-Night. Me një dëftuar, me një mysafiri, themu, sepse ne shtrojmë gjëre gjatë e bisedojmë si të ishim përballë një oxhaku në ditë të ftohta, në det, në ditët e nxehta, pra sikur të mos na shihnin mira njerëz që na shohin, por të jem vetëm unë dhe personazhi. Jo pak i diskutueshëm dhe jo pa zhurmë, sidomos në periudhën e fundit ku ai, një aktor i afirmuar tashmë dhe një familje artistësh, duhet ta pranojmë edhe duhet jemi koshient për këtë, pra flasim për një VIP të vërtet, flasim për një person publik të vërtet, rrjedh nga një familje artistët dhe është vet artist, jo pak i zhurmshëm për zgjedhjen që bëri së fundmi. Ajo që ka rëndësi në fakt është që të qëndrosh burr nga fillimi deri në fund. Jo që të hysh diku në si një personazh ndryshe e të dalësh me mendime ndryshe pse masa dhe pjesa më e madhe mendojnë ndryshe nga ty. E kam vlerësuar shumë për këtë gjë, ma besoni, është aktor i shumë filmave, serialeve e zhurmave që është bërë edhe me ato udhëtimet në për avion, se që ka bërë një gjë me avion, me atë dhe Rudina Dembacen e shumë të tjera, kam shumë kënaqësi të ftoj atë që nuk ndroj mendim në asnjë moment, Amos Zaharia! Ajo është për një ajo është për një rubrik për ty, Amos. Okej, sepse intervista jonë përbëhet nga shumë rubrika, ti e përballë shumë rubrika, me unë këto i marrë kot, se gjithmonë dal jashtë skaleta. Shumë mirë, më pëlqen kjo spontaniteti është më interesant. Që ta kemi. Kemi surprizë për ty që ti nuk e di, kemi një qelç për ty nga ku ti do të zgjedhësh disa pyetje. Kemi edhe e kam bërë se kam bërë ti përballë portaleve. Atë përballë portaleve, Amos, për ty që ndoshta nuk e di, ka pasur shumë personazhe që e kanë pëlqyer jashtë masës sepse titujt, ti e di se i abuzohet me titujt. Dhe ke mundësinë që edhe ta hedhësh poshtë atë që është shkruar. E para njerëz si të gjej përpara se të shkojmë te diçka që kemi përgatitur. Për bukurinë të Zotit. Si asiç më shef. Të shoh mirë. Mirë, edhe unë mirë të shoh. Pastaj ngjyrën e bardhë e kam fiksim. Edhe unë kam fiksim. Ti e di që ngjyra e bardhë është ngjyra ime? Po unë e di që ngjyra e bardhë dhe zezë nuk janë ngjyra fare në fakt. Me vërtet? Nuk hyn në spektrin e ngjyrave. Atëherë mua më pëlqen kjo që nuk është ngjyrë. Kjo gjëja që nuk është ngjyrë, po. Interesante. Më pëlqen shumë. Do të shkojmë te një insert përgatitur për ty. Okej. Edhe të kthehemi pas. Hajde të shohim mirë ç'na keni. Sonisur. Talent mbi talent do të mund ta konsideronim aktorin e mirënjohur Amos Zaharia, pasi duke deportuar nga një lëkurë në tjetrën në teatr e kinema. Ajo që mbetet dominuese është vetë natyra e tij prej një djali special. Ai është një shpirt i lirë, një djalë me ndje hapur dhe shumë origjinal, ku me karakterin e tij ka bërë për vete publikun e madh shqiptar. Ai është aktor i qindra roleve, admirues i madh i artit dhe të veçantës dhe padyshim unik në modelin e tij. Një talent multidimensional që rrjedh nga një familje artistësh, ku ka patur fatin të trashëgojë artistikisht disiplinën dhe rigorozitetin nga babai, pasionin dhe përkushtimin nga aktoria e madhe Yll Kamujo dhe nga motra e tij, entuziazmin dhe dëshirën për t'ju futur sfidave në jetë. Ai vjen sonte në një intervistë ekskluzive për D-Night si kurrë më parë, për të folur për jetën e tij personale, karrierën dhe eksperiencën e tij nga një spektakël si Big Brother VIP. Për kënaqësinë tuaj, Amos Zaharia. Sërish bashk, Amos, e gjete vete në insert?
Po, Si një aktor faleminderit shumë i Bile, mirë u film. preka, unë qava, ndërkohë që po, u qiva lotë shpejt e shpejt. A mos një arsi që ta nisim bare mirë. Hajde njerë. Ore, kur do të shojmë në rol njerë, se... Ka filluar puna? Okej. Okej, kemi filluar me Driada Dervishi në një shfaqje teatri që do besoj nga prilli do jetë paraqitet për publikun e gjerë dhe do fillojnë dhe xhirime shumë shpejt të serialit Hot. Kështu që... A, do jesh pjesë? Po, do më siç kam qenë sezonin e parë, do jem edhe në të dytin. Isha i keqi që... I keqi, po, do shkoj reflektimi vetës time, kështu që mendojnë shumë njerëz. Si ka qenë fëmijëria jote? Kthehemi pas pak në kohë, sepse shumë personazh, edhe pse ishe edhe pjesë e Big Brotherit, atë pjesën e fëmijërisë shumë njerëz nuk është se e morën vesh. Po. Nuk është shumë e lehtë të jesh djali një aktoreje, sidomos aso kohë, që aktorët ishin të paprekshëm Po, e tjerë e tjerë. idhujt, po. Si kanë qenë fëmijëria jote? Po, ka qenë e qetë, ka qenë me lodra, ka qenë me sherre, ka qenë një fëmijëri e bukur, si do që tjetë. Domethënë, ka qenë një fëmijëri që s'ka patur trauma, kam jetuar në një familje shumë të shëndetshme, si me thënë. Ka marrë shumë dashuri dhe kjo është gjëja më e rëndësishme për mua, sepse mënyra më e mirë për të edukuar një fëmijë është thjesht i hapësh dashuri, pastaj tjerat janë në plan të dytë, si me thënë. Dhe unë këtë gjë e kam marrë goxha. Do quhesh e pak djali llastuar? Jo, s'kam qenë i llastuar fare. Kam qenë shumë i heshtur dhe i ndrojtur shumë, që është e vërteta. Ti qeni të rriqur? Po. Fëmijë po, pastaj në moshën 12 vjeçare kur filloi puberteti, filluan dhe çmendurirat e Po, mia pa dhe atë shpërtimin. Po, edhe domethënë kur unë kam qenë 10 vjeç, a 12 diçka e tillë, ka qenë edhe kot razirash në Shqipëri, ishte koha 97-s, domethënë para ditën e luani me gura, lagjem, darkë pastaj flonte kallashi nga një lagjen tjetër, ka qenë kohra të vështira, po ja ku jemi për bukurinë e Zotit. E çuditshme, Shqipëria s'ka ndryshuar fare. Jo, ka ndryshuar forma e plumbave. Po, është e vërtetë. Kemi foto të Amosit kur ka qenë i vogël, jam shumë kurioz të shoh në fakt nëse ke qenë një djalë simpatik apo jo. Ja, shikoj ti. Vlerësoj ti. Sa vjeç je këtu? Kush është ajo bjonde jam brapa sa simpatike? Se mbaj mund fare. Këtu do të jem 8-9 vjeç besoj diçka e këtij. Më duket se kam qenë në një udhtim me babain tim me Gjergjin. Po s'më kujtohet fikse. Mirë, çunë e bukur, pas ke qenë me kaçurrela. I zeletshëm. Shkojmë te foto e radhës? Shkojmë te foto nxënës i mirë, nxënës i dobët? Si ke pas marrëdhëniet me shkollën? Me shkollën nuk i kam pas marrëdhëniet e mira, po jo sepse nuk isha kapacitet për mësuar, po nga që nuk më pëlqente që të mbëheshin gjërat me detyrim. Po. Ke ngelur i njëjti rebel? Po, në një farë mënyrë po, unë i bëj gjërat që kam qejf të bëj. Dhe ato që më thonë që duhet bëj. Je koshient që nuk je për në Shqipëri? Unë them që ka vend për njerëz si unë edhe në Shqipëri, nuk... Shkojmë te foto tjetër. Si ka qenë marrëdhënia me Yllkën, Amos? Shumë e ngrohtë. Unë Yllkën e kam patur shoqe që kur kam qenë fëmijë i vogël, edhe sot e kësaj dite mund të them që është mbase mikesha më e mirë që kam. Përveç se në... Më i afërt me mamin apo me babit? Vazhdo me fotot e regjia, ndërkohë që unë bëj pyetje. Me të dy, sepse sido që tjetë, pavarësisht se është marrëdhënie familjare, me të dy ndryshon sido që tjetë. Me kë je më i afërt? Çunat me mamin shkojnë më shumë. Këtu je me të dy? Jo, nuk është babaj, ky është një miku i dajës tim, këtu jemi në Itali, në Korp Zoologjik, duhet jetë viti 93 diçka e këtillë. Pra ke udhëtuar atëherë kur nuk është se udhëtonin dot të gjithë? Kemi emigruar, si me thënë. Sa erdhi 91-shi, shkuam në Greqi, pastaj mbasi ndetëm një vit e ca, shkuam në Itali e provuam edhe atje, e pam që ishte e vështirë dhe u kthyem prapë në Shqipëri, domethënë. Marrëdhënia me motrën? Shumë e mirë. Sa më shumë vitet kalojnë, aq më të ngushtë bëhemi me njëri tjetrin. Se kur kemi qenë fëmijë të vegjël, ziheshim si Tomi me Xherrin. Po që tani që i rikthehem është një raport shumë i bukur, si më thënë, po jam i sigurt, domethënë sa më shumë vitet kalojnë, aq më shumë bëhemi bashkë. Si ka qenë Amosi në shoqëri? Ai djali që duhet ta ndiqe dhe shokët duhet të bënin si ty, pra le të themi deri diku se ndahen pak rolet, kush është lideri i grupit, ai që është pak më i tërhequr, si ke qenë ti në marrëdhëniet shoqërore? Kjo që ti sapo the, në rastin e se kur kam qenë fëmijë i vogël, ishim një grup prej 4 vetash që rrinin shumë me njëri tjetrin, nuk kishte një lider, si më thënë. Ose kalonte stafeta i liderit sa të njëri të tjetrit. Po natyrë rebele kam qenë edhe në raport me shoqërinë. Unë jam nga këta njerëz që në përgjithësi them atë që mendoj. Domethënë të pëlqen, s'pëlqen, pastaj ajo është tjetër gjë, po në përgjithësi pëlqen më mirë të thuar gjërat ashtu siç të vinë, dhe ashtu siç i mendon, se sa të bësh rolin e hipokritit, edhe pastaj të
ktheje njerëzit kundër për hipokrizinë tënde. Më mirë të ktheje njerëzit kundër për sinqeritetin tënd se sa për hipokrizinë tënde. Është më e ndershme, them kjo. Përpara se të nisim gjithçka, se një çik do të ngacmoj. Më ngacmo, s'ka gjë. Jo, se mos kujto se jam kaq e mirë. Jo, e di, po. Të lutem, vjeti. Kemi një surprizë për ty. Mirë. Të ftoj të shohësh aty që mos më kthesh në profil. Okej. Shkojmë tek video mesazhi për Amosin. Përshëndetje. Përshëndetje televizioni Ora. Amos më thanë të bëj një video mesazh për ty. Nga ta filloj. Në përgjithësi, kur unë të drejtohem, ti e di shumë mirë që më vjen shumë për të qeshur, sepse për shkak lidhjes që kemi ne të dy bashk, jam shumë e lumtur që je në jetën time, je një nga shokët e mi më të mirë, ke një zemër të jashtëzakonshme, një edukat dhe një kulturë vërtet të jashtëzakonshme në ditët e sotme që e gjen shumë rrallë. Unë vdes për humorin tënd të zi. Dhe jam shumë e lumtur që shumë shpesh kemi bërë bashkë humor të zi. Jam e fat që të kam shok të puth fort. E dua shumë këtë vajzë, e dua shumë. Mesazhi i saj ishte shumë i qartë dhe shumë smart, Po. shumë i zgjuar, Po. për që ta sqarojmë. Pra që ne bëjmë bashkë humor të zi, ishte edhe një shigjet lëshuar atyre që në një farë forme të kanë masakruar në thonjza virtualisht. Po, është e vërtet. Dgjoj, kur isha në një emision tjetër, dhe më thanë, filluan të më kryqëzonin për këtë gjë, thash, po mirë, nëse ti nuk e bërë kur humorin zi në jetën tënde, atëherë unë po tërhiqem. Edhe aty ngeli personin që kisha përballë, se me vërtet që të gjithë kemi bërë humor të zi. Tash unë e kuptoj shumë mirë që ka njerëz që nuk është për të gjithë. Këtë e kuptoj. Po, kur futa aty brenda, thash, do jem vetja ime dhe nuk më intereson fare se çfarë do thonë tjerë në kuptimin, sepse kur është kontekstin e humorit, nuk ka asgjë, unë brenda asaj shtëpie nuk kam bërë asgjë. Domethënë, si kam bërë keq kërkujt brenda shtëpisë. Për këtë jam shumë i vetëdijshëm, si më thënë. As i kam vënë njerëzit në situata të vështira, as i kam shar, as i kam ofenduar, as i kam bërë gjëra të këqija, as kam manipuluar njeri, domethënë, unë s'kam bërë asgjë të keqe brenda shtëpisë. Kam bërë këto 3 humoret e zeza, po themi, që për një harë kohor prej 1 muaj e gjysëm, në fakt u bën kryefjalë, ndërkohë që në 1 muaj e gjysëm çfarë nuk ka ndodhur brenda asaj shtëpie, e kupton apo jo? Po njerëzit vendosën të fokusoheshin te këto 3 gjëra, sepse kështu ju interesonte, kam përshtypjen është edhe çështje tifozliku. Domethënë për të përkrahur dikë tjetër, ti do të ulesh tjetrin që ta nxjerrësh tjetrin sa më mirë, edhe tjetrin sa më keq. Kështu që nuk e vras mendjen fare. Nëse do ktheheshe pas në kohë, do ta ribëje këtë eksperiencë? Po. Do ta ribëje prap? Po. Do ta ribëje si je krenar? Nuk është çështje krenarie. Apo do ta ribëje sepse të vjen dëshira për ta ribërë? Jo, nuk më vjen. Se nuk do kishe të Jo, nuk më vjen dëshira për ta ribërë, pra nëse do më ofroj për ta bërë për herë dytë, nuk do ta bëja kurrë, po nëse them të kthehesha mbrapa në kohë, do ta bëja, se sido që të jetë ishte një eksperiencë që të vjen vetëm një herë në jetë, edhe është një eksperiment i çuditshëm. Domethënë për eksperiment të futa thash, ore ç'a ndodh kur je mbyllur në një kafaz për një kohë kaq të gjatë? Si do komportohej me njerëzit? Ç'a do ndodhje? Kur dole pate një post Big Brother psikologjik? Kur dola pata një tronditje, si më thënë, sepse kishte një tsunami me komente negative. Dhe thash, okej, mbase është histeria e momentit, po dhe me të drejtë kaloj, si më thënë. Tash tek këtu mund të ketë një person që hedh në i kështu shashk, po nuk merr më fare, siç nuk humore, domethënë. Kuptova që këto 3 humoret ishin marrë shumë seriozisht. Kërkova ndjes për ata që nuk e kanë kuptuar edhe vazhdova jetën, si më thënë. Të ka penalizuar ndonjë personazh aty brenda? Në ç'kuptim penalizuar? Domethënë që ke dalë pak një personazh në thonjza negativ, prej arsye se prej dikujt tjetër. E kuptoj se çfarë do të thuash. Jo, domethënë nëse njerëzit duan realisht shohin atë që kanë përpara syve, aty i kanë të gjitha videot, aty i kanë të gjitha regjistrimet e gjithë gjërat, si më thënë. Kush e ka ndjekur me vëmendje ka kuptuar shumë mirë që unë kam ndenjur afër me disa njerëz sepse i konsideroj miq edhe jashtë asaj shtëpie
Dhe në kontekstin e miqësisë i kam ndonjur afër, në kontekstin e lojës nuk kam bërë absolutisht asgjë për ata. Përkundrazi i kam thënë që ndro lojë sepse nuk është e bukur. Tash njerëzit duan të shohin tjera gjëra, le të shohin. Çfarë do bëjë ndryshe? Çfarë do bëja ndryshe? Po. Vetëm atë batutën që kam thënë për Kiarën do ta tërhiqja mbrapsht, sepse ajo është me të vërtet E ke thënë në nerva e sipër. e kam thënë në nerva e sipër, por nuk dua të justifikoj veten time, sepse është e vërtet që ne në nerva e sipër Po të justifikoj unë ty. të kuptoj se çfarë dua të thuash. Sepse ne të gjithë në nerva e sipër themi gjëra që Patjetër, është e vërtet, po kur jep në televizion duhet në një farë mënyrë ta ruajmë pak etikën edhe të jemi të japim një shembull më të mirë, si më thënë. Kështu që në atë moment e di që kam bërë gabim, por me vërtet ka qenë moment nervash edhe kam kërkuar falje ndjes edhe familjarëve të saj, kam komunikuar edhe vetë me ta në rrjetet sociale, kështu që njerëz jemi, gabime do bëjmë, po të jemi pak edhe më tolerant me njëri tjetrin. Një gjë është të bësh një gabim edhe me vërtet ta kuptosh gabimin, dhe një gjë tjetër është të bësh një gabim, kërkosh falje dhe ta bësh po prapë një gabim, atëherë ajo e falur ajo të s'ka pikën e vlerës. do jesh përballë disa rubrikave. Okej. Nisim menjëherë me të parën, bëhet fjalë pikërisht për këto portalet e famshme që na knaqi. Amo Zaharia kam humor të zi, ndjes kush nuk e kupton. Yes. Mirë, ky ishte pak a shumë një gjë që ne e sqaruam. Po, është vërtet. Është e vërtet një herë si lajm? Po. Është i vërtet, kështu që shkojmë një herë tek e dyta se Është ne nxjerr, sapo e nisëm me video mesazhin e Rudina Dembacaj për këtë humorin e zi, kështu që pak a shumë është e njëjta gjë. Është e vërtet, Amo Zaharia tregon momentin e arrestimit, më akuzuan për vjedhje makinash. Si qëndron e vërteta ka ndodhur në 97-ën? Po, diçka e këtill. Ishte koha që policia, vetëm për treguar që punonte, merrte kalamajt e lagjes, si fuste në komisariate, vetëm për treguar, për të plotësuar normën, numrin që duhet të çonin në komisariate. Dhe më shilloi dhe mua, se nuk ka lënë çund lagjes. Ke vjedhur në fakt ndonjëherë në mek? Jo, s'kam vjedhur asgjë në jetën time. Ke bërë ndonjëherë ndonjë gjë të keqe që ti duhet të dënoheshe? Ja. Okej. Shkoj. Ecim. Titulli tjetër, një çun mamaje si Amo Zaharia, aktori Jaç më kanë thënë partnerët. Nga marrëdhënia e ngushtë që ke me mamin, shpesh ke marrë edhe këtë, le të themi, jo ofendim, se s'është ofendim çun mami, po këtë epitetin nga vajzat. Jo, se kam marrë, s'është e vërtetë. Se ke Nuk marrë? ka vajzë që mendojnë që unë jam çun mami. Nuk ka vajzë që mendojnë që je çun mami? Ç'do thuash me këtë? Që këtë që sapo thash. Që je shumë burr në një marrëdhënie? Jam mashkull, po. Mashkull ka tjetër kuptim, mishku janë të gjithë. Jo, Je nuk shumë janë burr të në gjithë. një marrëdhënie Po do të pra, ishte. domethënë jam po. Okej, se do të pyes për dashurinë pas pak. Kalojmë çik këtë portal. Unë nuk do të them Se na asgjë ngele se do që single, ti. jo, po na ngele single gjithë jetën tani po më shqetëson. Jo, kush t'ka thënë që jam single? Jo, po prit, kjo s'do të thotë që jam në një lidhje. Je në një complicated relationship? Okej, në rregull. Shkojmë tek titulli i radhës, ke puthur në buzë një çun. Jo. Jo? Amo Zaharia i flet për mashkullin të cilin do e puthte Po. në buzë për hir të rolit. Kë do puthje? Bujara Sjeriu. Që ka as çun. Është burr me Që namuz. ka një burr me namuz. Do e puthje në fakt? Nëse roli do ishte për shembull për të sensibilizuar si thua çiftet gay, do ta bëja, po. Sepse nuk duhen gjykuar sido që të jetë. Dashuria nuk ka gjini. Okej. Kalojmë tek titulli i radhës dhe jo, s'do ta bëjmë të fundit, po i radhës. Si e ka emrin kjo Gigliola? Gjiliola. Flet për ndarjen nga Amo Zaharia, nuk më mungon ai për gjërat që bënim. Mund ta presim? Po gjërat që bënim, pse? Nuk dua të flas për Gjiliola, kam folur mjaftueshëm. Kur ke folur se këtë se dia që ke folur? Kam folur. E heqim. Unë nuk do të detyroj ty të flasësh për asgjë që ti nuk do. Thank you. E heqim. E ke dashur shumë vetëm kaq. Ecim. Shkojmë. Mirë, nga pagesa e teatrit e skandalet e festivaleve, Amo Zaharia i habit me deklaratat. Po çfarë deklaratat? Historikisht, me problem për pagat dhe rolet që a japin me mik të tjerëve. Pse ndodh kështu? A nuk ka vend për të gjithë në botën e artit? Duke shpasur ndonjë shpërthim për këtë pjesën që zën role me miq etj. Jo, për rolet nuk besoj të kem folur që i zën rolet me miq, sepse nëse do e bënin do ja fusnin vetes, se është mëse e qartë, po për pagat po mund të kem thënë sepse
pagat që subvencionon shteti për aktorët edhe për artistët në përgjithësi janë me të vërtet qesharake. E kuptoj, kështu që ke pa mund të ketë. Pra është titulli vërtet. Besoj se po. Dhe në fund kemi çfarë ka ndodhur në Greqi me pasaportën tënde. Po. Amos. Kur kalova kufirin, janë këta kufitarët që të vullosin anë këtu, a i thësa pa që ishte pasaport shqiptare, dhe më thënë e zhubros në i farë forme, si për të reguar që s'kam respekt për ty edhe për shtetin që të përfajson dhe ti e përfajson. Qarë viti ka qënë? Për para 6 ose 7 vitesh. Pra jo ka herët? Jo ka herët, jo. Bas edhe para 5 vitesh, diçka e këtjo. Ke qënë për në Selanik, dhe më thënë kufi toksor apo me avion? Toksor. Ato tituj të portalet nuk kanë qënë shumë, ose ne kemi zgjedhur tituj të mirë, Faleminderit. se mund të kishim zgjedhur për shembull titullin pse nuk u bëre fans, ose... Jo, e di qarë është, këto portalet për të tërhequr sa më shumë klikime, Po, patjetër. Nga një bised e gjatë, 2 orë bised, nxjerrin vetëm një kontenut të vogël dhe vetëm për të marrë klikime bëjnë këtë gjën që për të thithur klikime dhe ajo deli jashtë konteksti, si me thënë, dhe njerëzit në base kanë me të drejtë, thonë, qa po lexojmë, kupton? Po që është dizinformim. Do të thënë, qëllimi një portali apo një televizioni, apo të disun që është që njerëzit i informoj, jo ti dizinformoj, dhe kjo është gjë që nuk i bën mirë. As atyre që e bëjnë për klikime dhe as atyre pastaj që bëhen viktima të dëshirës tyre tjerëve për të marrë klikime. Po, normale, jemi masakruar të gjithë nga portalet. Jo, e di, po bëjnë gabim. Absolutisht po, sepse duhet kontrollon nga shteti dhe në fakt nuk duhet jenë në këtë lloj, pra unë të zgjojmë një mëngjes të hap një portal, sepse unë për shembull mund të kemi natë, Dianën, Amosin e tjetrit, edhe ky deri diku po është bullizim goxha, megjithatë. Se la vi, këtu jetoj. Është një tjetër rubrik, po më përpara do zgjedhësh një letër, ma jep mua edhe të shohim çfarë pyetje se asu nuk e di dhe mos kujto se po gënjej. Të ta jap ty apo ta lexoj vetë? Jo, e lexoj. Okej. Asu nuk e di se çfarë shkruan. Shuheni si një djalë dhe aktor shumë seksi, kurioz jemi të dim, të ka ngacmuar ndonjëherë ndonjë mashkull apo ke vënë re që dikush ka flirtuar me ty? Meshkuj? Jo. Mund të ketë rastisur në njerë që më ketë shkruar një mesazh në Instagram. Thjesht i kam bërë skip, e këpton edhe kam vazhduar jetën. Okej, në rregull. E kam bërë, se kam bërë. Mera atë tabelën, se do jemi me njëherë me disa pyetje. Shpesh artistët kanë varësi ndaj alkoolit dhe drogës. Ka ndodhur kjo gjë me ty? Me moderim. Po këtu si ta them mund tash këtë gjën. Po se ke bërë nëse je i varur? Nëse je i varur pra ti zgjohesh në mëngjes? Jo, larg qoftë, jo. Mirë, ke lënduar dikë dhe nuk je penduar në jetën tënde? No. Je penduar? Nëse kam lënduar e kam bërë gjithmonë pa tash. Në rregull. Kam pranuar të jem pjesë e skenarit të Big Brother sepse isha i detyruar si shkak të kontratës. Jo. Se ke bërë. Ke bërë dikë të bie në dashuri me ty dhe më pas e ke lënë? Po nuk ka qenë ai qëllimi, që ta bëj të bjerë në dashuri me mua. Po, do me thënë nuk e ke bërë me tendencë të keqe që... Jo, po pse, qa jem, që bëm këtu? Okej. E përdora, në thonjza, pëlqimin për Dea Michel vetëm për të qëndruar sa më shumë brenda në Big Brother. E ke pëlqyer vërtet Dea Michel? Ke pasur, ka qenë do me thënë një... Ishte një ndër personat me cilët më haj muhabeti brenda shtëpisë. Edhe ishin trallë. E kuptoj. Ke ushqyer ndjenjën e hakmarrjes pasi dikush ta ka bërë për borxh. E kam ushqyer ndjenjën e hakmarrjes, por nuk kam vepruar kurrë. Ti ishte ke pasur... Po, dhe më thënë, kam pas shumë inat brenda vetes, më ka ardhur të marr hak, po kur ka ardhur puna për të vepruar, s'kam bërë asgjë. Ke bërë shumë one night stand në jetën tënde? Mund të jem për gjysëm, edhe kështu. Nuk e di, ke bërë apo s'ke bërë? Edhe kështu. Me moderim. Po s'ka, nëse ti e ke bërë, nuk mund ta vësh është kontradiktore ta. Jo, dëgjoj, se ti thua shumë. Nëse pyetja do isha a ke bërë one night stand, do thosha kështu. Po kur thua shumë, do jem në midis. Okej. Si ke marrëdhënie me dashurinë, Amos? Si tani, je single apo je në një marrëdhënie, është pyetja e parë. Okej, nuk të përgjigjem dot. Pra je në një complicated relationship? Kam vendosur
që përpara shumë kohë, është fakt që mos flas më për Pra jetën time vetëm nuk private. qënke, se po t'isha ti do thoje jam vetëm. Jo, nuk është e thënë. Është thjesht një marrëdhënie seksuale dhe asgjë më shumë? Jo, thjesht nuk A do të është ajo flas më. xheloze? Nuk flas më për këtë pjesë, të më beso. Ke tradhtuar ndonjëherë? Po, Gjithmonë? jo, Këtë të fundit e ke tradhtuar? nuk flas. A u mërzit ajo për Dea Michel kur të priste Nuk jashtë? flas fare, s'di fare që atë. Mirë, duhet kaloni njërë nga rruga e Dibrës njërë, se aty ju pret një super hotel. Është hoteli më i mirë, ma besoni, në krye qytet, i hapur së fundmi, 26 hotele në botë janë si ai, është Elisa Affiliated by Melia, është një brand botëror, nga ku lindi në Spanjë e më pas u shpërnda në gjithë botën, na erdhi radha edhe ne në kryeqytet ta kemi, e keni pranë Villes Gold, jo vetëm kaq, shkoni edhe nga qendra Emerald Katit Zero, ju presin ertë parfum publicitet. Se rubrikat të tjera e presin Amo Zari, ajo po përpiqem ta ngacmoj, nuk nxjerr gjë ky djalë. Kyç. E ka kyçur goje. Mirë, ka ardhur edhe shumë modest, shumë i thjesht, etj. Kështu, po je një djalë shumë i mirë, Amos. Kështu që Dankeschön. këtë po ta them me shumë përzemërsi. Kemi rubrikat të tjera, Hajde të shohim. që janë pyetjet rrufe, dhe ne duam që ti të jesh sa më i vërtet të mundesh. Do përpiqem. Dhe kemi dhe një rubrik tjetër që je ti përballë vipave dhe dua mendimin tënd të sinqert. okay. Pra, le të dominoj sinqeriteti Teti? në këtë pjesë të dytë të dinajtit, e Okay. thënë ndryshe. Hamos, çfarë është për ty paraja? Një mjet për mos me qenë skllav. I rëndësishëm, i parëndësishëm? Është i rëndësishëm sepse unë nuk mendoj se leku të bën të lumtur, po nga ana tjetër nuk të lë të përzitër, si më thënë. Po, kështu që pa lek Të shumë. nxjerr nga sllavoria, do të bësh një palë pushime, do të shkosh diku, domethënë të jep mundësinë që të jesh i lirë. E kuptoj. Cilën femër nuk do e refuzoje kur, flasim për ato shqiptare, jo ndërkombëtare, Jo pra ndërkombëtare. ti me qef do haje një dark, ti me qef nuk do t'i thoje jo, ti... Kush është ai personazh publik shqiptar që ty ke një lloj shintile, do thoshte italiani, por jemi shqiptar dhe ke një lloj tërheqje. Në kuptimin mashkull femër? Po, në kuptimin jo shoqëror, pra në kuptimin një tërheqje. Nuk e di fare. Po një. Nuk e di jo. S'ke asnjë ide. Nuk e di jo. Okej. Nuk është se ke parë ndonjërin në ekran dhe ke thënë sa e mirë kjo. Mundet, po tash s'm kujtohet, me thënë drejtën. Shkojmë. Amo Zahariaj në Hollywood, me cilin rol dhe shikoje veten dhe mendon që të godisje fort për karrierën tënde? Në base në një rol pirati do më pëlqente ta bëja. Vërtet? Po, sepse kam pas qef shumë edhe kur kam qenë fëmijë lexoja romane me pirate dhe me shpella, kështu me thesare të... Tip Johnny Depp? Po, në base diçka e këtillë. Sa komod është në jetën sentimentale Amosi? Pra, jo sa komod jetani, po fakti që si sillesh pak a shumë në jetën ti je partneri dominant, je ai xhelozi klasik, si është? Unë jam në natyrë që të lë shumë të qetë në përgjithësi dhe nuk e pëlqej fare xhelozin, se më duket sikur është diçka që e helmon raportin. Pavarësisht se shumë pak fare mbase po sa për t'i dhënë pak lezet, si më thënë, po jo që të bëhet dominant xhelozia se pastaj bëhet e shumtuar shumë. Jam njëri që të dëgjoj shumë, përpiqem të kuptoj, përpiqem të ndihmoj kur ke nevojë, edhe jam prezent në përgjithësi, siç edhe kam momente për shkakun që kam nevojë të kem një hapësirë. Dhe për mua raporti sentimental është si biçim vallëzimi, që rri afër, pastaj dua pak shkëputje, jo në kuptimin për mos të parë, po thjesht të tri pak larg që të kem mundësi që duke të parë nga larg të dua të afrohet e vetja. E kuptoj, pra larg dhe të dashuruar. Larg edhe afër, larg edhe afër, larg edhe afër. Mirë. Pendimi më i madh në jetën tënde? Pendimi më i madh? Në base dëshira për ta njohur veten time do të kishte filluar pak më përpara, si më thënë. Unë e njoh veten tani më shumë mirë, po them sikur ta kisha njohur veten më mirë më përpara, do kisha bërë zgjedhje më të adekuate, më të përshtatshme. Pse duhet të ishte një aktor ai Amosi pjesë e Big Brotherit? Unë kur merrti, ishte hera dytë që më vinte propozimi. Po kur merrti për herë dytë e pash si një mundësi për t'i bërë, si thuash, në thonjza marketing artit në përgjithësi.
kuptimin që nëse Amos i njihet më shumë, base disa njerëz do shkojnë më shumë në teatr, të ndjekin teatr ose filma, sepse më vjen shumë keq ku bëhen filma shumë të mirë edhe nuk i shef asnjëri dhe më vjen keq ose asnjëri. Du të them jo një pjesë e konsiderueshme. Pra, nuk ka të shikueshmërinë që në fakt duhet të ketë. Që duhet ketë, po. Shkojmë. Çfarë nuk blihet kurrë me para sipas teje? Miqësia, dashuria, raportet e vërteta. Vërtetësia nuk blihet me lekë. 50 hijet e Amosit. Cilat janë 3 prej tyre? Nga këto 50 që ke, se mund të kesh dhe 155. Duhet të gjërat negative të karakterit? Jo gjërat negative. 50 hijet e tua mund të jenë negative, pozitive, s'ka lidhje. Po se kuptoj pyetjen, si e 50 hijet? 50 hijet, për shembull tani brenda vetes, ne duhet ta pranojmë që kemi goxha njerëz brenda vetes tonë, në thojnë sa njerëz, pra Diana ëmbël, Diana nevrika ajo, Diana që dominon ajo, Diana që bie ajo. Mund të ketë pak Amos. 3 prej tyre duam. Mund të ketë pak Amos arrogant, me raste, gjë që unë të vidja nuk e kuptoj, po tjerët e lexojnë. Mua më duket njëherë sikur i përgjigjem arrogancës me arrogancë. Kjo është njëra, hije tjetër mbase neglizhenca me nefergizmi. Unë jam tip që them who cares për shumë gjëra, edhe mbase s'bëj mirë, edhe ndonjëherë përtatësia. Je dembel. Ka raste që e kam kështu si me faza, ka raste që jam shumë i fokusuar të puna dhe vetëm punoj, ka raste pastaj që thjesht të mohu duhet ta marr pushim sot. Shkojmë. Kujt ose nga çfarë i friksohet Amosi? Vetëm vetes time, asnjë gjë tjetër. Reagimeve të vetes sënde, pse vetes sënde? Si ta kuptojmë? Në kuptimin që brenda asaj shtëpie unë kuptova diçka që mbase më ka ndihmuar shumë, që mos t'i përgjigjem liksisë me liksi, në kuptimin që mos t'i përgjigjem errësirës me errësirë. Kjo është gjëja që kuptova dhe mbase kjo është gjëja që duhet të riparoj te vetja ime, si më thënë. Domethënë kur shikon një fenomen jo të bukur, duhet përpiqesh mbase që të gjesh mënyra për ta kthyer atë errësirë në dritë dhe jo t'i përgjigjesh po prapë me errësirë, si më thënë. Ti po thua i friksohem vetes reagimit tënd, fakti që mund t'jesh impulsiv në ca momente? Jo, unë nuk jam impulsiv në kuptimin, jam, po si thuash, kjo është pjesa që unë e kontrolloj të vetja ime, po them base nuk është mënyra adekuate dhe e përshtatshme për t'ju përgjigjur të ca gjërave. Fitimi më i lartë dhe më i vogël që ke arritur deri tani në karrierën tënde? Financiar, do thua. Financiar. Më i larti mund të jetë diku te 10 ose 15.000 euro. Më i ulti, ku t'i shoh 1 milion lek, diçka e këtij. 10-15.000 euro unë do isha martuar me një aktor nëse ti do ta kishe të përmuajshme. Po, të kuptoj shumë mirë. Pra, ti do i lije këto gliola, tiola, qiola, dhe ne do martoheshim bashkë. Pse? Do isha i qetë. Burrin e kam aktor, më kupton? Stabilitet është, tash do më tradhtojë çika aty në për teatr. Po do thuhet ti punë madhe. Po do ishte një skapatela, do ishte një gjë. Nuk do ishte diçka që do ishte me ndjenjë, e kuptoj. Mirë, shkojmë te rubrika e fundit. Do jesh përballë personazheve. Okej. Se më çmëndi kjo. Po ç'është kjo si gjinkalli që bën, se se kuptoj. Që janë ca surpriza. Janë ca surpriza. Okej. Mirë. Nuk mund ta shmarrim dot këtë rubrikë. E duam sinqeritetin njësoj. Unë uroj ajo mos të dëgjohet në emision. Shkojmë tek foto e parë. Nuk mund të mungonte your partner in crime në Big Brother. Gixhi. Olta Gixhari. Po. Tani pyetja njëherë përpara është, ore, ke pasur ndonjëherë flirt me Oltën? Ja. Vetëm miqësi? Po, unë Oltën e njoh që ku kemi qenë akademitar, në vit të dytë, unë vit parë, dhe unë ndërkohë isha i angazhuar me një shoqen e saj, kështu që kemi qenë miq që në fillim deri. Çfarë mendimi ke për Olta Gixharin të sinqert? Pra, ku mendimin pozitiv dhe negativ në sensin negativ? Një gjë, për shembull, Diana është shumë e mirë, por është shumë mendje madhe, po flasim. E vendosim ashtu. Olta ka një, domethënë unë me Oltën kur ulemi në tavolina masive, qeshim me barsaleta me njëri tjetrin pafund na shkojnë lotët çurg. Ajo që është e mirë, por në të njëjtën kohë mbase edhe e keqe, e ka kështu si thik me dy presa, është pikërisht ky sens i protagonizmit. Domethënë Olta në çdo tavolinë që ulet do të jetë në krye, si thua, në qendër të vëmendjes.
Dhe kjo është diçka fani, po nga ana tjetër mund edhe mos të mirë kuptohet nga shumë njerëz, sepse çdo njeri e do pak nga pak protagonizëm për veten e vet. Në rregull. Shkojmë te foto e radhës. Pak e ngacmuam dhe një përgjigje e dha, po e pyesim se si duket si vajzë, domethënë në një kontekst që s'ka flirt. Për mendimin tim është vajzë shumë unike në kuptimin është shumë kreative si vajzë, është shumë inteligjente dhe aty brenda shtëpisë po tregon që po di shumë mirë të mbjetoj. Kështu që edhe këtë sensin e mbjetesës e ka. Kështu që nuk është ajo bjondja që mendojnë njerëzit. Unë në fakt nuk e njihja përpara se të futesha në Big. Jo, nuk është ajo bjondja që njerëzit mendojnë. Shkojmë. Nuk mund të mungonte gjiganti ditëve tona. Simpatik, po mua bjondët me si po qelin nuk më ngjisin, po mirë. Është bërë më simpatik kur u bë bjondë fare. Po, më simpatik është bërë. Çfarë mendimi ke realisht për Luiz Ellin? Tashi loja për mua ka mbaruar. Ai po tregon që brenda shtëpisë se është përfolur shumë edhe që të gjithë të paktën bien dakord për faktin që një lojtar si Luisi si ka ardhur asnjëherë Bigut në Shqipëri. Dhe si lojtar unë s'kam çfarë t'i them sepse të drejtë kanë. Unë kam qenë kundër disa veprimeve që Luisi ka bërë brenda shtëpisë dhe vazhdoj të jem me të njëjtin mendim sido që të jetë. Por shumë gjëra që ndodhin brenda shtëpisë thuhet po se kjo është lojë etj etj. Dhe nëse gjërat janë kuadër të lojës, atëherë unë s'kam çfarë të them në këtë pikë. Po nuk është se ke ndonjë inat personale? Jo. Aq më tepër tash që koha kalon, se kur je brenda shtëpisë je shumë i fokusuar dhe mbasi merr gjërat shumë seriozisht, po tash i them who cares? Po, çfarë rëndësie ka më. Teja Trifoni është foto e radhës. E njihje më përpara? E kisha dëgjuar, se unë nuk është se ndjek shumë showbiz, e kisha dëgjuar, ishte një nga vajzat që brenda shtëpisë reflekton të një lloj inteligjencë, sido që tjetër, që e vlerësoj. Inteligjencë pozitive, negative, e përdorur mirë apo për keq? Dëgjoj, për të thuash për një person që është pozitiv ose negativ, është si thuash gjëra sikur janë bardhë ose zi. Njeriu është një miks midis të mirës dhe të keqes, ka çdo person ka një anë të errët brenda vetes, që të gjithë kemi të mira dhe të këqija. Jemi qenie komplekse, nuk mund të them, kështu që në këtë rast edhe për E ke pasur, okay. Shkojmë tek personazhi i pesta. Kiara Tito. Okej. Nuk po e njihje këtu mirë. Jo, s'po e njihja, jo, tash kush është? Sa në gjë. Dëgjoj, Kiarën unë e njihja pak nga jashtë, por shumë pak. Edhe nuk është se arrija ta kuptoja se çfarë natyre ka, si më thënë. Brenda shtëpisë edhe me Kiarën, unë fillim kam shkuar shumë mirë në kuptimin që se është vajzë e lexuar, është e qetë, komunikon në mënyrë shumë qytetare, etj. Po kur del jashtë, pastaj kuptojnë që shumë gjëra njerëzit aty brenda shtëpisë i bëjnë në kuadër të lojës, sepse unë isha personi që thoja, po jo, pse duhet jemi sinqert me gjërat që bëjmë ande këtej. Kështu që në kuadër të lojës nuk kam që t'i gjykoj asgjë, kështu që s'di çfarë them, seriozisht. Tani, këtë kuadrin e lojës që e përdorni shumë... Unë se kam përdorur kur për veten time. Po të dilje jashtë, do e kishe një shoqe të mirë Kiara? Se di, koha do e tregoj. Nuk e di. Është tipi jot që të gjithë unë jam se besoj sepse nëse do kishte qenë kështu edhe brenda shtëpisë, pastaj do kishin filluar trinim më shumë e më shumë, ndërkohë që ne filluam trinim rrallë me njëri tjetër. E kuptoj. Kështu që ikëm sigur u ndan rrugët. Shkojmë te ai që vazhdon të jetë në shtëpi dhe s'më besohet. Nuk më besohet. Po. Njerë. As mua s'ma priste me të drejtën, e kam thënë dhe kur isha brenda që ishte surprizë për brenda shtëpisë. Ka humor, është i lezetshëm, por bën edhe këtë gjën që për të mbijetuar, si thua, bën çdo lloj gjë e mundur për të shpëtuar eliminimin brenda asaj shtëpie. E kuptoj. Pra bie në kompromise. Bën kompromise, po. Kështu që unë ja vura emrin mercenar në fakt. Dhe e fundit. Foto e fundit, për sa i përket personazheve dhe përgjigjet që do japi Kristi. Kristi më pëlqen si djalë. Do në që në fillim me gjeta komunikimin me Kristin, është njëri me mendje hapur, ka mendime origjinale, ka mendime ndryshme përgjithësi nga masa dhe e vlerësoj, është djalë me kulturë.
Kështu që ke një mendim pozitiv. Po, kam një mendim Ka pozitiv. që ishin personazhe dhe në fakt ty ndoshta nuk të besohet, por një orë, U bë, po. si kalon koha, mërësin. Ke një mesazh Amos përpara se ta mbyllim. Ke një mesazh për çfarë ndjes, për çfarë ti do që ta kesh një mesazh, për e beshin hedhur ndaj teje, për faktin që ndoshta nuk e arritur ta tregosh tamam veten tënde, si nuk e di se çfarë mesazhi, por ke një mesazh Unë tani besoj post që Big brenda Brother? asaj shtëpie kam treguar shumë anë pozitive të vetes time, po thjesht nuk janë Nuk janë transmetuar ashtu nuk janë transmetuar dhe nuk është dhënë vëmendje atyre gjërave, po është dhënë vëmendje vetëm disa gjërave tjera. Por mesazhi do ishte ky që nëse fjala vjen ti bën një gabim, unë kur vi tek ti, ajo që do dua të them është që të kritikoj dhe të them ki kujdes sepse kjo që sapo bërë është gabim. Kjo është mënyra se si e ndihmojmë njëri tjetrin që të përmirësohemi. Nëse ti bën një gabim dhe unë vi dhe bëj po të njëjti gabim që ti bën dhe e shumë fishoj, atëherë unë s'jam duke zgjidhur asnjë problem. E kupton? Kjo është edhe ajo që do i thoja masës atje jashtë, që nëse më keni parë mua duke bërë një apo dy gabime, mos idhni baltë kundër, po thjesht të përpiquni që me kritika bëni shumë mirë, po hajde ta përmirësojmë njëri tjetrin nëpërmjet kritikave pozitive. Pra, vlen shpreha, jo çdo gjë që shikoni është ashtu siç duket? Absolutisht po, patjetër. Amos, ti je një super djalë. Edhe ti një supervise. Faleminderit. Unë jam grua, mame. S'ka gjë, je një supervise grua. Je një super djalë, edhe unë të uroj shumë suksese, edhe uroj që njerëzit do të njohin nga afër për të kuptuar çfarë djali fantastike. Faleminderit shumë e dashur. Të dashur miq, kemi mbërritur në fund të këtij emisioni. Unë ju uroj një fundjavë të këndshme. Bashkë do të shihemi ditën e hënë në orën 23. Ja dhe Dembeli që direkt i flihet gjë. Do iki të fletash. Po.